Jemi rikthyer dhe tashmë jam këtu në studio me profesor doktor Selver Gjemaili, miftiu i Tetovës, siç thash, me të cilin do të flasim për frymën e Bajramit, sigurisht dhe për temën e Fitër Bajramit. Përshëndetje, mirë se erdhët, shumë kënaqësi t'ju kemi në studio. Përshëndetje, mirë se u gjetëm, faleminderit edhe për ftesën që na keni ftuar të jemi këtu, pjesë e këtij programi pikërisht në këtë ditë feste. Faleminderit shumë. Sot të gjithë besimtarët musliman sigurisht festojnë Fitër Bajramin. Të flasim pak për kuptimin ose le të themi pikërisht kuptimin e kësaj feste për të gjithë besimtarët musliman. Faleminderit. Sigurisht festat në mësimin e fesë islame që më kryesore janë dy, janë të ndërlidhura paraprakisht me ndonjë nga adhurimet të rëndësishme në mësimin e fesë islame. Kur jemi këtu te festa jonë sot, të cilën jemi duke përjetuar, pra Fitër Bajrami, është i ndërlidhur me muajin e shenjtë të Ramazanit, me agjërimin, madje edhe një ibadet tjetër që bëhet gjatë muajit të Ramazanit është dhurimi i sadakatul fitrit, andaj edhe siç e shohim pra edhe emri përkon po ngjashëm me këtë adhurim që bëhet pra me sadakatul fitrit, edhe vetë emri Fitër Bajrami ose Bajrami i Fitrit është ndërlidhur me këtë, po edhe fjala iftar prej të njëjtës folje rrjedhën edhe Fitër Bajrami sadakatul fitr iftar ka kuptimin me hap, me qel, nën kupton përfundimin e të qenut agjërueshëm dhe fillimin e periudhës që mund të hahet të pihet si në kohën para muajit të Ramazanit. Pra është një qelje, një hapje, por gjithashtu kjo fjalë ka edhe kuptimin edhe të pastrimit e qiltërsisë, në kupton që gjatë muajit të Ramazanit, nëpërmjet adhurimeve, veçanërisht me dhurimin e sadakatul fitrit, që ngërthen në vetë edhe kuptimin e pastërtisë nga eventualisht nëse ne ka ngel ndonjë njoll në adhurimin e quajtur agjërim, apo edhe te adhurime tjera, nëpërmjet të dhurimit të sadakatul fitrit, ne edhe pastrohemi prej asaj. Prandaj edhe festa e Bajramit është pra një fest Fitër Bajrami, pra kemi dalur nga agjërimi të pastruar dhe tani festojmë me një shpirt të qiltër edhe pak më ndryshe. Por siç shifet, edhe Fitër Bajrami, edhe Kurban Bajrami janë të ndërlidhura me ibadetet kryesore, shtyllë që janë në mësimin e fesë islame. Pra në këtë rast e kemi pra muajin e Ramazanit, në Bajramin tjetër është kryerja e haxhit edhe thërrja e kurbanit dhe prandaj edhe emri është marrë Kurban Bajram. Por neve na intereson kjo e sotshme të cilën jemi duke e përjetuar, është edhe një emër ndryshe te ne, është quajtur edhe si Bajrami i Madh, edhe ai tjetri Bajrami i Vogël. Kjo është nga traditat tona, po edhe në disa gjuhë tjera kështu është quajtur si Bajrami i Madh, si Bajrami i Vogël, por pavarësisht asaj, kjo festë është ndërlidhur shumë ngushtë me agjërimin e muajit të Ramazanit. E tani edhe një mesazh ka na jep, do të thonë pas një pune të madhe, pas një aktiviteti, ose do të thoja pas një fitore të mirës ndaj të keqes, me plot kuptim, besimtari ka mundësi të festoje, për arsye se gjatë muajit të Ramazanit ka dalë nga dhimtar, ka agjëruar për hir të Zotit, është përmbajtur të gjitha parimeve dhe rregullave, është treguar i disiplinuar, i vetë përmbajtur, domethënë ka ditë i thotë të keqes jo, të abstenojë nga e keqja, është bërë më solidar, ka venduar të them kështu ndjenjen e empatisë në epiqendër, për arsye se duke agjëruar, duke qëndruar, etur dhe uritur, shumë ma drejt për drejt ka arritur ta kuptojë edhe gjendjen e të varfrit, edhe pastaj në fund të Ramazanit, ditët e fundit ne e kemi pas e shohim që besimtarët janë jashtëzakonisht të ndjeshëm dhe aktiv duke shpërnda
sadakatul fitrin, duke dhënë zikatin, me një fjalë duke i përkujtuar ata të cilët janë më në nevojë, shtresat të ndryshme, u kanë dalë në ndihmë dhe kretë kjo vjen nga ajo frima dhe ajo motivimi që gjatë muajit të Ramazanit, duke qenë agjërueshëm, besimtarët e kanë ndjej me shpirt edhe situatën e atij cili ka nevojë. Dhe pra me njëherë pas këtij përfundimit të këtij muaji, besimtarët edhe festojnë, pra sot është dita e parë e Fitr Bajramit, por që është interesante, startin e ka, më thonë, fillimin mëngjesi nisën me faljen e namazit të sabahut dhe pastaj namazin e Bajramit dhe pastaj vazhdojnë aktivitetet gjatë ditës. Është interesante se fillohet përsëri edhe dita e festës, më thonë, fillohet përsëri me një adhurim ndaj Zotit dhe ka një lloj hierarkie, ta them kështu, së pari adhurohet Zoti, falenderohet Zoti nëpërmjet faljes së namazit dhe pastaj më njëherë fillojmë me respektimin e nderimin e familjeve, prindërve më të afërmeve dhe pastaj vazhdojmë në familje edhe më gjerë duke i bërë vizitat që na takojnë. Si fest dhe si besimtar, për arsye se jo vetëm thjesht një fest, po është edhe një obligim gjatë ditëve të Bajramit që t'i takojmë, t'i shohim, t'i përqafojmë të afërm, të urojmë me kështu me radhë. Pra kretë kjo atmosferë egzimit e hares tregon që besimtari dhe gjatë muajit të Ramazanit ka dalë nga dhënjimtar, ka arrit një sukses, ka realizuar një obligim të Zotit dhe që është më interesante, ka arrit të gëzojë shumë zemra edhe të tjerëve. Ndoshta shumë bukur e përshkruan një poet, Gjahid Zarifolu, me një strofë momentin e Bajramit, ndoshta edhe pikërisht edhe besimtarët të realizojnë një gjë të tillë. Ai me një strofë thotë kështu: çka të sjell për Bajram? E pyeta mjeshtrin. Më tha, më sjell zemrat e disa pleqjve të mbetur, edhe buzëqeshjet e disa kalamajve, dhe po patë mundësi edhe lutjet e ca fukaranjve. Gjatë muajit të Ramazanit mendoj që besimtarët kanë arrit këto 3 pika t'i prekin. Por në ditë feste edhe më tepër duhet të përkujtohen. Është e vërtet që në moshë të shtirë, plaka të ngelur të vetmuar kanë nevojë për vizite, kanë nevojë për përfitimin e zemrave tyre dhe për t'i bërë optimiste edhe në atë moshë. Gjatë muajit të Ramazanit mësime dhe vlera të ndryshme janë dëgjuar nëpër xhamia për këto tema, e Bajrami është momenti që të kurorzohet me vizita edhe me përqafime të pleqjve, të gjishve, të stërgjishve e kështu me radhë. Dhe thotë më sjell edhe buzëqeshjen e kalamajve. Prandaj festa e Bajramit është një moment jashtëzakonisht i përshtatshëm që të sjellë buzëqeshjen e familje, gëzim, e hare, në fakt edhe fëmijët më të gëzuar se kur janë gjatë festave të Bajramit, nëpërmjet traditës tonë që e kemi këtu në qytetet tona, në fshatrat tona, gjatë vizitave, sigurisht se më të gëzuarit edhe më të buzëqeshurit janë fëmijët, i gëzohen asaj që veshin tesha të reja, i gëzohen asaj që pranojnë dhurata të ndryshme, kështu me radhë, dhe veçanërisht kjo rreshti i fundit i kësaj strofe është prek se thotë dhe po patë mundësi, më sjell edhe lutjet, duat e ca fukaranjve. Lumat ata njerëz, ata besimtarë që kanë arrit ta kuptojnë gjatë muajit të Ramazanit se duhet të jemi solidarë dhe ndihmues në njëri tjetrit, dhe po patë mundësi të fitosh lutjen e duat e njërit që është në nevojë, ke fituar gjëra shumë të çmueshme për arsye se lutjet dhe duat e atyre janë të sinqerta, drejtuar Zotit dhe ka mundësi të përfitojë njeriu shumë çka nga lutja e duaja e atij të ngratit. Prandaj
Bajrami është një stacion, është një moment, është një kohë e veçantë që njerëzve u mundëson këto të gjëra që t'i arrijnë, edhe t'i bëjnë t'i bosqeshur njerëz, edhe t'i gëzueshur, edhe sigurisht edhe të përfitojnë nga lutjet atyre që kanë nevojë. Mendoj që është për te asaj një feste dhe një kremte, por është edhe një vetëdijsim, edhe një solidarizim mes besimtarëve dhe shtresave njerëzore. Shumë e vërtet në fakt dhe shumë mirë sigurisht të shpjeguat, është një fest shumë e dashur, jo vetëm për fëmijët, për të gjithë, po fëmijët e thatë që fëmijët janë ata të cilët gëzohen, sepse edhe unë e mbaj mend si fëmijë, mezi kemi pritur që të vije mëngjesi për t'i veshur edhe teshat e reja, por megjithatë vazhdon të jetë një fest shumë e dashur sepse bashkon njerëzit. Sa ka ndryshuar traditat, të paktën në shoqërinë tonë, traditat e mëhershme të Bajramit dhe ditët e sotme? Është fakt pak ndoshta moderniteti, teknologjia në kohën e fundit, aq sa është e dobishme dhe na mundson të kryejmë punët shpejt. Mirë po, në rast festes, si duket po i zbeh disa tradita që i kemi pasur ne jashtëzakonisht të mbjellura në mesin e popullatës tonë, për arsye se shohim ko pas kohë ndonjëherë ajo tradita e vizitave derë më derë dhe shtëpi më shtëpi të farefisi, kur fillojmë lodhem edhe zgjedhim alternativën më të lehtë, duke dërguar një mesazh, një SMS e kështu me radhë. Edhe këtu, domethënë, në këtë pikë ka hase ndryshime nga ajo në të kaluarën që ka qenë pak ma tepër e zhvilluar, por ne si besimtar, si musliman që i takojmë kësaj kulture, këtij qytetërimi, më thonë këto vlerat e larta e të takimit me njëri tjetrin dhe atë ngrohtësinë që të afron vizita në për shtëpia dhe takimi në për familjet tona, ndoshta SMS-i edhe mesazhi nuk të afroni gjë të tillë. Ndoshta si obligim që ja urova Bajramit tjetrit, mund të kryjmë edhe në atë mënyrë, por atë ngrohtësinë dhe lumturinë dhe si të them atë harren gëzimin që e sjell takimi në shtëpia familjarisht, teknologjia ndoshta nuk e mbush. Do thonë këtë drejtim ka pak ndryshim, por megjithatë vazhdon tradita jonë në familjet tona që festa e Bajramit kremtohet edhe të festohet në mënyrën më të bukur si që është tradita jonë. Shumë e vërtet në fakt, sepse edhe jeta dinamike na ka bërë që të ndahemi shumë nga njëri tjetri, megjithatë shpesh e dëgjojmë atë fjalën që shqyr që vjen Bajrami për t'ju parë, duke i parë njerëzit, kështu që ende vazhdohet paktën edhe ajo pjesë për t'u takuar me njerëzit. Bajrami në fakt, festa e Bajramit edhe Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami janë festa që përveç pjesës domethënë njerëzit janë pranë njëri tjetrit, solidaritetit, është edhe një fest që zakonisht pajton. Nuk ka idhnesa, sa është e rëndësishme që personat të cilët mbase nuk kanë folur për një kohë të gjatë me njëri tjetrin, në këtë fest të bashkohen dhe t'i lënë anash krejt inatet mbase që mund të kenë pasur. Është vërtet, festa e Bajramit është një moment i tillë, është do të thoja sipas mësimit të fesë islame njëherë asë që jo vetëm Bajram, po edhe jashta Bajramit nuk është e pëlqyeshme që njerëzit të mbanë distanca edhe të qëndrojnë të hidhruar. Në mësimin e fesë islame në përgjithësi për posë familjarëve edhe në përgjithësi shoqëria është quajtur në Kur'an si besimtarët janë vëllezër, por kur është në pyetje edhe çështje familjare, ajo është shton edhe më tepër që duhet të jenë afër njëri tjetrit, të pajtuar edhe me raporte, relacione të mira. Momenti i Bajramit është një mundësi edhe më tepër, edhe më e madhe që të shfrytëzohet si momenti i tillë, ndoshta thënë kështu që të merret guximi edhe iniciativa në rastet ku nuk flasin ose qëndrojnë
lart njëri tjetrit që në Bajram edhe të mbyllet si çështje, si procedurë. Për arsye se vetë natyra e festimit të Bajramit parashef që të takohemi, të zgjatim dorën, të urojmë me kështu me radhë. Pra, le të jetë Bajrami pretekst, një sebeb, një shkak që shumë, nëse ka, më thënë, shoqërinë tonë, shumë raste ka mundësi të mbyllen edhe të jetojnë në paqe edhe në lumturi. Në fakt, mbajtja e mbërrisë, e urrejtjes, nuk e dëmton tjetrin, por e dëmton vetat personin i cili e zhvillon një ndjenjë të tillë. Prandaj të shpërtorit nga ajo sa më parë është më e dobishme për vetë personin i cili e ka një gjë të tillë. Është momenti i Bajramit, momenti më i bukur për të zgjatë dorën dhe për përfunduar ndonjë raste të tilla që ekzistojnë në shoqëri. Shumë e vërtet. Duke qenë se Fitër Bajrami ju e përmendet vjen pra pas një muaj agjërimi, pas një muaj le të themi të asaj që shërohemi edhe shpirtërisht edhe pastrimit, sa e rëndësishme është që e gjithë ajo që ne e bëjmë gjatë muajit të Ramazanit, pra mundohemi ta shërojmë shpirtin, mundohemi të pastrojmë shpirtin në një farë mënyre, sa është e rëndësishme që edhe pas Ramazanit, pas festës së Fitër Bajramit të vazhdohet me po të njëjtin ritëm. Ashtu është. Pra, ne, domethënë, dje u ndam nga Ramazani, por kjo nuk do të thotë se duhet të ndahemi nga veprat e mira. Në fakt, Ramazani mund ta quajmë ishte një shkollë ose një kurs intenziv për përfitimin e vlerave të çmueshme që afron mësimi i Kuranit fisnik, mesazhi i Zotit, dhe do t'ja shohë hajrin edhe do të ketë dobi për mësimit që merret me një shkollë, ai i cili e vën në praktik mësimin të cilin e ka marrë nga ajo shkollë. Pra, nëse Ramazani ishte një kurs intenziv, një shkollë, ne sot për Bajram duhet të konsiderojmë se kemi diplomuar në një shkollë të tillë dhe pastaj dijen urtësitë, vlerat të cilat e kemi marrë gjatë këtij muaji ka nevojë që të vendohen në praktikë edhe më tej. Dhe në qoftë se ne pas Ramazanit jemi më të përmirësuar, më ndryshe, kemi ndryshuar në aspekt pozitiv, është shenjë se kemi agjëruar, sinqerisht, kemi agjëruar tamam si duhet, dhe është shenjë që agjërimi jonë është i pranuar edhe te Zoti. Pse? Për arsye se një adhurim patjetër të reflektojë pastaj në vepërmirësinë e një besimtari ose besimtare. Thot një fjalë, me çka është mbushur zemra, ajo derdhet pastaj nëpërmjet të fjalëve apo nëpërmjet të veprimeve. Tani, nëse ne gjatë muajit të Ramazanit kemi pas mundësi të ushqehemi me vlerat qiellore, shpirtërore, ajo duhet të reflektojë jashtë Ramazan nga sot, pra nga dita e Bajramit, duhet të reflektojë në sjelljen tonë kudo qofshim, në punë, në shkollë, në rrugë, qoftë duke qenë të gëzuar ose të pikëlluar, pavarë parasysh, gjithnjë në sjelljen tonë duhet të shfaqet ajo vlerë të cilën ne e kemi marrë gjatë muajit të Ramazanit. Ndryshe thënë, përderisa ne gëzojmë të mira nga Zoti, vazhdimisht duhet të jemi falënderues dhe mirënjohës ndaj tij, jo vetëm brenda muajit të Ramazanit. Kështu që ne i themi, kemi thënë lam të mirë muajit të Ramazanit, por nuk guxojmë të themi lam të mirë veprave të mira, solidaritetit, ndihmësave reciproke, vepërmirësisë e të tjera. Pra, nëse gjatë agjërimit ne kishim një vetëdisciplinë, një vetëpërmbajtje, një autokontroll, një vetëkontroll tonë, gjithnjë me vetdijen se Zoti na përcjell, Zoti na sheh, dhe në fund ne kemi festojmë, është Bajrami dhe ne jemi duke festuar. Pra, nëse ne ngadhnjehemi gjatë muajit të Ramazanit të jemi të vetëpërmbajtur dhe të vetëkontrolluar, shikoni në fund ne tani festojmë se kemi pas një fitore. Por nëse arrim jetën ta bëjmë
të vetë kontrolluar, të vetë disciplinuar, pa pas nevojë ndonjë forcë tjetër të na kontrollojë, por nga ndërgjegja jonë, nga vetëdia jonë, nga ndjeshmëria jonë që brenda se shkollët Ramazanit ne ushqim me këto mësime, me këto vlera, atëherë padyshim që fundi i jetës tonë është Bajram. Nëse në fund Ramazanit kemi një Bajram pas një fitore, nëse gjatë tërë jetës ngadhnjejmë dhe fitojmë në veprat mira dhe kemi një vetë disiplinë, një vetë kontrol, shpresojmë që bota tjetër është Bajram. Bajrami i botës tjetër padyshim që është xheneti, inshallah Zoti na mundson që këto vlera që kemi fituar gjatë muajit Ramazanit i bëjmë pjesë të personalitetit tonë të përditshëm edhe jashtë Bajramit. Pra sot edhe nesër ne kemi fest për të reflektuar në familjet tona ata që e mësuam gjatë muajit Ramazan. Gjatë muajit Ramazanit ne vazhdimisht kemi ndëgjuar ligjërata, kemi lexuar literaturë fetare islame dhe të gjitha ato na japin mesazhin që të respektojmë tjetrin. Mi pas net të mëdhaja gjatë muajit Ramazanit, por në literaturën e fesë islame thuhet kështu: çdo një natë që din ta vlerësojsh me veprat mira, shndrohet në natën e vlerës, në natën e kadrit. Dhe çdo një njeri që takon llogaritë se mund të jetë Hëzri, pra një personalitet që përmendet në literaturën e fesë islame si njeri shumë i mirë, shumë i çmueshur, dhe çdo një njeri që takon respektohet në atë nivel se mund të jetë Hëzri. Prandaj në këtë kontekst çdo një ditë që është pa gabime është Bajram. Është fest. Domethënë është ngadhnim, është fitore. Prandaj ne sot edhe nesër në mënyrë protokolare, zyrtare, si ta them kështu, ne përjetojmë festën e Bajramit, por ka mundësi të tërë vitin të bëjmë Bajram, në çfarë mënyrë, nëse se ne jemi të kujdesshëm dhe nuk gabojmë, dhe çdo një ditë pa gjuna është Bajram, është fest, është fitore. Shumë e vërtet në fakt, sepse ne edhe disa net më parë e lam edhe natën e kadrit, një natë që ne e diskutuam e kishim në fakt edhe në emision si temë, për shkak se nuk dihet saktë se kur është, por që është në atë 10 ditëshin e fundit. Megjithatë, mesazhi në fakt që përcjell edhe mysafirja është se duhet çdo natë, domethënë, ta bëjmë atë që e bëjmë në natën e kadrit, pra të jemi solidar, të jemi humanitar, t'i lutemi Zotit sigurisht, dhe kjo duhet jetë jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit apo në 10 ditëshin e fundit, por duhet gjatë gjithë vazhdimsi të ketë. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi më njëherë pas pak për të vazhduar sigurisht në bisedën. Shkëputemi për pak. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me miftiun e Tetovës, profesor doktor Selver Xhemaili, me të cilin flasim sigurisht për frymën e Bajramit, traditat e Bajramit dhe gjitha gjërat dhe festën në fakt të Bajramit. T'ju pyes sepse folëm sigurisht për atë që duhet jemi human, duhet jemi bamirës, dhe në fakt ne njihemi si popull që jemi bamirës, po më tregoni sipas asaj përvojës tuaj, le të themi, dhe sipas asaj që ju e shihni çdo ditë gjatë muajit të Ramazanit ose edhe gjatë festave të Bajramit, a shtohet edhe më shumë kjo bamirësia apo zemërgjërsia e shqiptarëve për të mos lënë mbase ato të cilët nuk kanë pa një tavolinë të shtruar në iftar apo pa pasur edhe drekën e Bajramit? Është një vërtet shumë e madhe që tash ka një thënie të pejgamberit alayhis salam që kur vin muaji i Ramazanit prangosen djajt shejtanët dhe hapen dyert e xhenetit. Sigurisht që ka edhe simbolik në këtë thënie të pejgamberit alayhis salam, po ka edhe një realitet, është vërtet që gjatë muajit të Ramazanit ne shohim përposa asaj që besimtarët i shtojnë lutjet, adhurimet e tyre në xhamie pasi që shtohet për shembull namazi i Teravis, që është goxha i gjatë, mban një kohë afër 1 orë që zgjat duke u fal. Për shembull jashtë Ramazanit në xhami në kohën e Yacis mund të ketë një numër shumë më të vogël të besimtarëve, por gjatë muajit të Ramazanit xhamiat janë të mbushura dhe kjo menjëherë është një tregues që gjatë muajit të Ramazanit ndryshon kursi i besimtarit, i njerëzve në përgjithësi, me që ka xhamia të mbushura, por pos kësaj, veçanërisht në fushën e humanitetit,
Ne jemi për çdo ditë, domethënë, me këto aktivitete gjatë muajit Ramazanit edhe i shohim. Nuk besoj që ka ndonjë popull në nivel më të gjerë se sa popullata jonë që solidarizohet gjatë muajit të Ramazanit. E marr guximin ta them me përgjithësi që populli ynë është ndër më të mirët në botë për sa i përket çështjes së humanitetit. Por disa argumente mund t'i radhis këtu. Ne jemi shoqëri që kemi përballu dhe i kemi marrë mbi supe proceset mëdha të popullatës tonë. Ne kemi si popullat kemi mbështetur dhe kemi mbajtur gjallë çështjen e Kosovës kur ishte në vitet më të vështira, pastaj çështja e Universitetit të Tovës dhe pastaj lloj periudha të ndryshme mos i nombrojmë. Të gjitha këto janë bërë me vetë kontribut, me solidarizim, me zgjatje dorën të njëri tjetrit dhe këto duhet të shënohen me shkronja të arta në historinë e popullatës tonë. Por po të dalim kështu në fushën e organizimit të jetës fetare, të gjitha xhamiat, medresen tonë që ka 5 filiala, ka në Tetov, në Shtyp, në Shkup, edhe djemëve dhe vajza, pastaj Fakulteti i Shkencave Islame, 700 kusur xhamia. Të gjitha këto ndërtohen, mbahen, mirëmbahen me forcën edhe fuqinë e besimtarëve tonë, pa pasur ndonjë fond nga jashtë. Dhe përposa saj, kur vin muaji i Ramazanit në veçanti, ne shohim parasysh se infrastruktura e Bashkisë Islame është që shtrihet në çdo mahallë dhe çdo qytet nëpërmjet xhamieve, këshillave të xhamive dhe imama. Dhe kështu që sigur struktura jonë që njeh më së miri rastet ku ka nevojë, ndoshta nuk ka askush dhe informacionet tona tregojnë, raportet që i kemi nga tereni, që nuk lanë ndonjë familje që skajshmërisht të vujë dhe mos e marrë kush në dorë, por gjithnjë zgjatet dora e ndihmesës edhe solidarizimit. Ne ka pas një trafik të bushëm të qarkullimit duke dhuruar pako të ndryshme gjatë veçanërisht këto 15 ditët të fundit të muajit të Ramazanit. Nuk e diskutoj pastaj për punën e shtrimit të iftareve që ka pas të organizuara në çdo cep të shtëpieve dhe mahallave tona dhe ajo është një solidarizim kogja i madh, parasysh se i afron njerëzit, bën që të takohen edhe të shihen, të këmbejnë mendime, kështu me radhë, diskutime të ndryshme. Ne si muftini, për shembull në Tetov, kemi pas 2 pika të organizimit të iftareve, një për studentët e universiteteve tona, në një pikë që 200-300 studentë për çdo natë kanë ngrarë iftar, edhe një pikë tjetër për qytetarët edhe për moshat të ndryshme, edhe aty ka qenë për çdo natë 200 iftare janë dhëruar. Këtë kemi pas një projekt bashkarisht me drejtorinë e vakufeve të përgjithshme të Turqisë. Me një fjalë, pra ka një gjallërim të jetës humane gjatë muajit të Ramazanit, shumë më tepër se sa jashtë muajit të Ramazanit. Donatorë të ndryshëm ka pas që kanë shpërnda gjëra të ndryshme në materiale, qoftë në veshmbathje, realizojmë një projekt për të gjithë fëmijëve jetima nga një komplet të teshave kështu në butik, në dyqan që i kanë zgjedhë vetë kështu, domethënë ka qenë disa momente të ndryshme. Pra në përgjithësi, nuk flas vetëm për Tetovën, në përgjithësi të gjithë besimtarët musliman që jetojnë, gravitojnë këtu te ne në Maqedoni, gjatë muajit të Ramazanit janë solidar me njëri tjetrin, zgjatin dorën. Është një moment i papërshkruar kështu se sa human dhe se sa solidar janë njerëzit tonë. Unë unë shfrytëzoj rastin duke i thënë këtë fjalë që ta lut Allahun fuqiplot që të gjithë atyre dashamirëve, bamirësve të ndryshëm dhe aktivistëve të ndryshëm që kanë shërbyer dhe kanë kontribuar gjatë këtij muaji, inshallah Zoti i shpërblen edhe u shton pasurinë edhe më tepër që të jenë kontribuese edhe më të mëdhenj në të ardhmen.
Sigurisht gjërat bukura me të vërtet janë bërë, sepse edhe ajo që përmendet, sidomos edhe për studentët, sepse kemi dëgjuar shumë student që kanë thënë na është lehtësuar shumë, që kemi pas një iftar për të ngrënë, mbase në disa raste kam pasur edhe syfirin për ta marrë, kam pas mundësi për ta marrë me vete, kështu që është një gjë shumë e madhe që është bërë pikërisht edhe për studentët, por edhe për të tjerët që përmendëm. Tek festa e Bajramit, jo vetëm Fitër Bajramit, por edhe Kurban Bajramit, ajo që është edhe diçka tjetër përveç këtyre që i përmendëm, që është fest pajtimi, që është fest solidariteti, fest për të gëzuar me njëri tjetrin, është edhe një fest ku ne i kujtojmë edhe ata që nuk janë në mesin tonë. Dhe në fakt kjo është në base për mua personalisht është edhe një pjesë që është nga më të preferuarat Bajrami pikërisht për të, sepse shpesh ndodhim që i harrojmë ato që nuk kemi në mesin tonë. Si ka ardhur kjo traditë? Është fakt shumë bukur që e theksuat. Në fillim kur nisa të përmendit shpjegoj që ne fillojmë festën me faljen e namazit sabah dhe Bajramit, në fakt pastaj kronologjia e aktiviteteve është pikërisht çati edhe kjo. Është interesante, më thonë ne pasi që kryjmë detyrën ndaj Zotit, pra falim Bajramin, dhe është tradit kogja e theksume që pjesa dërmuese e popullatës shkojnë i vizitojnë edhe Varrezat. Më thonë, krejtësisht para se të fillohet me urime dhe festime me këta që janë në jetë, në mesin tonë, nuk harrohen, pra edhe ata që kanë shku në botën tjetër, por kujtohen me lutje, me dua, vizitohen Varrezat, edhe pastaj pra tradita parashit që shkohet edhe haja cila e Bajramit dhe pastaj fillojnë ato festimet me antarët e familjes. Dhe është interesante, më thonë, në konceptin e islam të familjes, njeriu është i vlerësuar, është i çmuar edhe pavarësisht se ka ndruar jetë. Prandaj, ko pas kohe, në mënyra të ndryshme shprehen lutje dhe dua për ata të cilët kanë ndruar jetë. Ndoshta në kohën e fundit pak është zbehur kjo se te ne, në traditën tonë, jo vetëm gjatë festës së Bajramit, por për të përkujtuar ata të cilët kanë ndruar jetë me lutje me dua, kanë ekzistuar edhe ceremoni të veçanta duke ftuar hoxhallar në shtëpi, duke lexuar Kur'an dhe lutje dhe dua ose me vlude e kështu me radhë. Krejt ka qenë me qëllim që bashkarisht, familjarisht të përkujtohen edhe ata të cilët kanë ndruar jetë. Dhe kjo traditë vazhdon, është traditë e bukur, vazhdon në mesin e popullatës tonë. Normalisht që ata të cilët kanë ndruar jetë ne e kemi obligim që ko pas kohe ne t'i kujtojmë me lutje, me dua. Në fakt është interesante, shpeshere përmendi na për bisedat të ndryshme dhe ligjëratat të ndryshme, në bërjen e lutjes, duas për tjetrin, jo vetëm për vete, për arsye se lutja, duaja në mësimin e fesë islame nuk ka kuptim egoist, që ta mendosh vetëm veten. Lutja, duaja në mësimin e fesë islame ka kuptim altruist, që ti përfshish edhe të tjerët, për arsye se kur lutesh, kur bësh dua, i drejtohesh Zotit të Madhrishëm që ka mëshirë për të gjithë, edhe për ato që lutet, edhe për ata që lutet për dikën, më thonë. Për arsye se mëshira e tij është e pakufishme. Por është interesante, ne namaz kur falim, kemi disa lutje që janë tekste kuranore, janë ajete të Kuranit dhe janë pjesë e namazit. Kur falim namaz, veçanërisht në pjesën kur qëndrojmë ulur para se t'japim selam, ne lexojmë një dua që është tekst kuranor, Allahumma rabbana ighfirli ve li validayya ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, mi fal gjunahet e mia, ve li validayya dhe prindërve mi. Tash ti nuk theksohet prindit a janë gjallë, a kanë ndruar jetë, pa marrë parasysh, po ti për ta kryer namazin tënd detyrohesh ta lexosh këtë lutje, këtë dua, për arsye se është pjesë e namazit, kështu që një fëmijë që fal namaz, deshti për ta kompletuar namazin e vet, do t'i përfshijë edhe prindit në lutje, në dua. Që çfarë kupton nga kjo?
Dhe me thonë, ne, ata që kanë ndruar jetë për para nesh, prindit tanë, si besimtar, nuk i kujtojmë vetëm ditën e Bajramit. Ditën e Bajramit është më ceremoniale, është protokolare, si ta them kështu, është obligative me një fjalë, por e kemi për borxh që t'i kujtojmë me lutje, me dua edhe jashtë muajit Ramazanit, saqë siç duket është bërë pjesë edhe e namazeve tona, nga që kjo lutje, kjo dua lexohet. Ta përfundoj lutjen që lexojmë Kur'an për arsye se edhe fjala që vjen mbas është interesante, aty që thash pak më parë se lutja mësimi i fesë islame ka kuptimin altruist. Allahumma rabbana ighfirli, o Zot më fal gjunahet e mia, veli valideje dhe prindërve mi, velil mu'minine dhe gjithë besimtarëve tjerë. Më thonë, pa tjetër, për ta kryer namazin tonë, lutesh edhe për besimtarët tjerë, jo me jekumul hisab, që ditën e llogarisë, kur do japim llogari, të jemi të pastër nga mëkatet, nga gjunahet. Pra, edhe lutja, edhe festa, edhe adhurimi, në mësimin e fesë islame ka karakter kolektiv, në asnjë mënyrë karakter egoist zguxon të ketë, edhe agjerimi që është agjerim që duket personal, e ka frimën edhe kolektive. Për arsye se gjatë Ramazanit, në një moment të gjithë ne ndërpresim ushqimin, imsak, në një moment të caktuar të gjithë ne fillojmë të ham iftarin dhe gjithashtu pastaj shkojmë në namazin e taravihit të gjithë si shoqëri bashkarisht. Do të thonë edhe agjerimi e ka karakterin kolektiv. Dhe pastaj sot nesër që jemi duke festu festën e Fitr Bajramit, është një festë që përfshin gjithë shoqërinë, të madhin, të voglin, atë që është shtëpi, atë që s'është shtëpi, ata që i kemi në gurbet, në diasporë, kështu më radhë, krejt bashkarisht, formojmë një atmosferë festive dhe urimit të njëri tjetrit. Shumë e vërtet, në fakt. Jemi në fund të emisionit, kështu që shumë shkurt, një urim, një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin, besimtarët muslimanë që e festojnë këtë festë. Unë shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve muslimanë, shqiptarë, pa marrë parasysh etnikumin, kudo që t'jenë, qofshin këtu të ne në vendlindje, qofshin në diasporë, shfrytëzoj rastin që t'ua uroj festën e madhe të Fitr Bajramit, duke uruar që paqja, gëzimi, lumturia të dominojnë në familjet tona. Njëkohësisht ta lut Allahun fuqiplot që të gjitha adhurimet, ibadetet të cilat i kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit, inshallah të na i pranoj, të na i bëj kabul, të na i bëj pjesë të personalitetit ton, që të vazhdojmë edhe pas Bajramit me gjërat e tilla. Le të dominoj pozitiviteti e mira, mirësia në mesin e familjeve tona, gëzimi e harreja, inshallah gjithnjë me të mira kalojmë jetën e këtë botë, me shpresën që edhe kur të takojmë, kalojmë në botën tjetër, gjithashtu të kemi momente Bajrami festive, në bazë të asaj që kemi fituar në jetën e kësaj bote. Faleminderit shumë edhe që ishit pjesë e emisionit Prizma, pikërisht për të folur për këtë temë. Unë shfrytëzoj rastin që t'ju uroj festën e Fitr Bajramit prej këtu, qoftë një vit i mbar, qoftë një vit paqe, një vit lumturi për ju dhe për familjen tuaj. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Faleminderit.